Për këtë mund të them padyshim që ishte eksperienca më e bukur që ne kemi përjetuar. Vendi quhet Bauer Lip, por unë do ua lë lokacionin dhe çdo gjë tjetër në description. Më doli rastësisht në Instagram, në një nga këto reklamat e Instagramit, dhe duke qenë se e kishim shumë afër, thash, "Ok, po shkojmë ta vizitojmë." Hyrja për të rriturit ishte 5 euro, kurse për fëmijët 4 euro. Ne ishim 2 të rritur edhe një fëmijë dhe në total paguam 14 euro. E gjithë ideja e këtij vendi dhe vetë tema ishte kungujt dhe kudo të shifte syri varietete të ndryshme kungujsh. Kishte edhe varietete që nuk I kisha parë ndonjëherë. Duke qenë se jemi edhe në tetor, kemi dhe shumë afër Halloweenin, kishte dhe nga këto gjërat e frikshme kështu. Kjo nuk ishte gjë në krahasuar me një të fundit ku mu desh që të ndisja edhe blicin sepse me vërtet pata shumë frikë. Kishte pafund lojra për fëmijë dhe kjo ishte gjëja që më ka pëlqyer më shumë, edhe nuk është se kishte 1-2, po kishte pafund lojra. Dhe tani ka ardhur momenti që të ushqehemi sepse vërtet na kishte marrë uria. Unë pash këto cinnamon rolls edhe mezi po prisja që t'i provoja. Ushqimi ishte tipik gjerman, por me vërtet që na ka shijuar shumë. Edhe cinnamon rolls si më pëlqeu, I jap notën 10/10. Sinqerisht u kënaqëm shumë, edhe nëse jeni të gjitha edhe me fëmijë të vogël, ua sugjeroj që të shkoni sepse jam e bindur që keni për të kënaqur.